qartësoje ti për mu. Qartësoje ti apo e bën ti për mu. Faleminderit. Kam qartësu për ty, se ti ke qartësu unë e thashë vajzë dashur. Do bëj ligjerata. Thirr senatën e tjerë për ligjerata hipokrite. Unë ta them jo. Ti vazhdo dhe bën. Unë të them jo. Jo të them, s'kam nevojë të bëj ligjerata. Ti moj vajzë që je në nominim. Si mendon që e ke tregu vetën ti në këtë lojë? Kenja dhe 2 ditë kohë. Me një djalë që po del, sikur po... Unë kam menduar realisht që ti do jesh super aft. Që ta përdorësh këtë djalë. Sepse ti ke thënë se ke pëlqy fare kur dhe dole tani në prajmin e fundit që se kam pëlqim. Aleluja, shqyqër Zoti, dodhi. Ku është pyetja? Cila ke pyetja? Tani, ky djalë të detyroj ty, të shtyll, të përdori, gjej fjalët që të pëlqen më shumë. Zgjidhe ti fjalë. Si të dush ti. Ky djalë i dashur tani, që doli realisht për mua në sytë e mi, si banor këtu, unë them si ka mundësi një djalë që thot kam ndjenja për ty, nuk e ka tregu me vepra. Ti mendon që ky djalë ta ka tregu me vepra ndjenjat e ti? Nëse ma ka tregu me vepra, ma ka tregu mu, jo ty o Ela. A do të më artive ti tregu vepra, atëre me mi tregu mu. O vajzë dashur, ti, e dëgjove, se ke probleme të dëgjosh pyetje. E ke tregu dhe prapë. Prikena pyetja shumë e thjeshtë. Ku i kem prekit e durve me Zbekens dhe Mateos? Mendon që ndjenjat që ky ka shpreh takohen me veprat e ati për ty, si pas teje, jo si pas Juelës, si pas teje. E dashur Juela, unë edhe me dalë për shpis, në qofë se kam bënë e raport të mrena, kam bënë me i person që është single, edhe unë jam single, jo si ti që dole me i pëlqim, për i burë të martu me dashur. Unë pak nuk dal nga kjo shpis që kam pas pëlqim për i burë të martu. Në qofë se kam pas pëlqim dhe shpreja se kam pëlqim për këtë djallë, që më kam lërsu 100%. Ka përdor 100%. Ka nevojë të dalin ka përdor 100%. Kanë dhënë anën tonë më të keqën. Ky është mendimi im, siç e ke ti mendimin ti për mua që janë fake me Mateo. Ky është mendimi im për ty.